Si të largohemi nga ky vesilik? Fillimisht duhet ta lutim Allahun që të na largojë zilin nga shpirti, që të na jep kënaqësi me atë që e kemi prej mirësive të Allahut, të kënaqemi me atë që e kemi e t'ia kërkojmë Allahut atë që s'e kemi në mënyrën që Allahu na mëson. Pastaj duhet ta lutim Allahun për mirësi ndaj atij që mund të kemi zili. Pra, duhet ta lutim Allahun që shpirtin ton ta pastrojë nga zilia dhe atij që Zoti i ka dhënë një mirësi të caktuar, ta lutim Allahun që ta begatoj në të. Kësaj melekët e Allahut do të luten për ne. Sa më tepër që ne lutemi për të tjerët, sikurse na tregojnë transmetimet pejgamberike, po aq luten edhe melekët për ne. Nëse ne lutemi që Allahu dikujt t'ia ruaj mirësinë, t'ia shtoj atë, melekët e Allahut do të luten për ne njëjtë. Pastaj duhet ta kujtojmë se çdo mirësi është nga Allahu dhe jo nga njeriu. Mashtrimi më i madh ndodh kur ne mendojmë se mirësitë i kemi nga vetvetja, nga aftësitë apo nga mundësitë tona personale. Ndërkaq çdo mirësi, çdo dhunti, çdo begati, burimi i saj është vetë Allahu, nuk është krijesa njerëzore. Kur e kuptojmë këtë realitet, kur nuk do të bijem prej vesit të ligë të zilis, të smirës. Sepse jemi të vetëdijshëm se çdo mirësi që dikush mund ta ketë, ne apo të tjerët, janë mirësi që burojnë nga Zoti i Madhërisht, nga Bujari absolut. Nuk janë nga ne, nuk janë nga aftësitë apo nga mundësitë tona.